Duket si njeri i zakonshëm. Duket ka qenë pambrojtur. Teatri Shëtitës Çajupi rikthehet sërish në Vlorë. Në datat 30 dhe 31 tetor, pritet të vendoset në skenë Rendiri, një shfaqje produksioni teatrit Shëtitës Çajupi. Ekipi teatror ka në përbërjen e tij talente të reja, të spikatura për brezin e tanishëm. Ngjarja zhvillohet në një repart të braktisur autopsie, që ka në qendër 4 rrëmbyes dhe 2 të rrëmbyera, nën e bi, që instinktivisht janë në kthetrat e urrëties dhe grindjeve të vazhdueshme për vendin, pas siguri dhe trazira, me krizë demokracie, vënie në pikpyetje të drejtësisë, abuzim emocional, kompleksitetin e pakënaqësisë, anarkin, seksin e të tjerë, po ashtu edhe konfuzionin ekzistencial. Në 30 dhe 31 tetor, ora 18 në teatrin Petromarko, Rendi i ri, me regjizorin e njohur Kiço Londo dhe me aktorët Era Çaushi, Joana Karaj, Aleksandër Kondi, Igli Fusha. Përktheu Natasha Habilaj, kostumet Silvi Vrapi, asistent regjizor Fabio Rapushaj. E janë në teatrin Petromarko në 30 dhe 31 tetor për të ndjekur një shfaqje interesante të teatrit Shëtitës Çajupi, Rendi i ri.